Lady Liberty, sot 250 vjet Independence Day, Amerika. Le ta diskutojmë sepse është një ditë e shënuar, por përveç kësaj duhet të njohim disa informacione vërtet të rëndësishme, sepse shumë prej nesh ndonjëherë diskutojnë për sa i përket Amerikës apo ligjeve që janë në mbar botën. Dhe duke diskutuar këtu së bashku do kuptojmë se kush është diferenca mes vendeve të tjera dhe Amerikës. Kush është rastisht nëse nuk e keni bërë, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. Donald Trump e priste këtë ditë sepse sot foli me një entuziazëm të madh, duke nënvizuar që sot është dita e shenjtë për jo vetëm për Amerikën, por edhe për vetë Donald Trumpin, sepse nuk do t'ja priste mendja kur që do t'ishte presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të festonte 250 vjetorin. Tani, pse 250 vjetori është kaq i rëndësishëm? Për po ja tregoj, unë do t'ju them ato çka unë di, pastaj ta diskutojmë së bashku. Atëre fjalët e Donald Trumpit janë këto, ato që ka thënë pra sot në ditën e independencës, sepse duhet të dini që ishte pikërisht 4 korrik i vitit 1776, pra kanë kaluar 250 vjet. Dhe nga momenti pra që u themeluan Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fjalët e Donald Trumpit janë vërtet të drithërojnë, sepse jemi Republika më e vjetër e planetit, pra Republika më lirë dhe më e vjetër e planetit, sepse duhet të dini që një vend republikan ndodhi pikërisht pra i pari ndodhi në Amerikë, pra si vend republike, si shtet republikan. Dhe tjetra që është akoma më e fortë thotë që ne jemi vendi që gëzon një liri të plot. Që është e vërteta, ëndër amerikane që i din të gjithë, liria e plot gjendet vërtet në Amerikë. Megjithatë, unë do t'ju them ato çka unë mendoj dhe pastaj do të dëshiroj një komentin tuaj. Por të tjera janë edhe vendi që mund të bësh të ardhur financiare, pra ekonomia më e fortë e planetit. Dhe të themi të vërtetën, është edhe kjo, pra Amerika vendi me ekonomia më e fortë e botës. Dhe vendi edhe më i fortë, pra shteti më i fortë që sundon çdo shtet të botës. Dhe kjo është e vërtetë që thot Donald Trump. Pra këto janë fjalët që thot Donald Trump. Por tjetra ajo që doja t'ju thosha unë, në vitin 1492 kur Cristoforo Colombo zbuloi Amerikën, u dyndën nga Evropa shumë, pra duke filluar që nga Spanja, Italia, edhe Anglia dhe vendet tjera, portugezët, të gjithë këta për të marrë një copë tokë, sepse Amerika ishte një kontinent i ri dhe popujt ku do shkonin, me fjalë, nëse do të kishte rritje të popullatës në Evropë, ku do të jetonin? Dhe ishte ky, pra shkaku tjetër që u shkëputën dhe duke marrë një copë tokë. Normal që me kalimin e viteve luftuan me vendasit, pra me indianët nativ amerikan, dhe shumë prej tyre humbën dhe jetën, sepse ata luftonin për vendin e tyre duke quajtur vendin e tyre, por planeti nuk i përket askujt. Ky është mendimi im. Dhe është e vërtetë që ku do të shkonte të jetonte pjesa tjetër e botës. Dhe shkuan pra edhe anglezët, por Anglia që krijoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ju deshën vite të tëra, pra ju deshën duke filluar thash që nga viti 1500 pra afërsisht, dhe e themeluan në vitin 1776, pra Republikën. Dhe pas disa viteve, në vitin 1783 mos gaboj, ata morën dipendencën. Ndaj dhe quhet Independence Day, sepse ata që fillimisht vendosnin pra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po flas, vendosej nga Anglia. Anglezët, sepse ata që kishin dërguar pra ushtar dhe kishin investuar për të marrë copa toke në Amerikë. Dhe independenca pra e Amerikës, ku ata mund të vendosnin vetë, ishte pra pikërisht në vitin 1783. Mirë po, themelimi ishte në vitin 1776 dhe me kalimin e viteve bën atë që se kishte bërë kush Amerika, ndose ishin kryesisht evropian, pra ata që themeluan Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por vetë Amerika drejtohej nga anglezët, ndaj dhe flitet ende sot anglisht. Dhe ata morën independencën dhe nga momenti që morën independencën bën atë që se kishte bërë kush, pra që të ishin të lirë. Pra zgjedhjet ishin të lira, normal që shumë probleme u krijuan, sepse dini shumë mirë që me banda i qoftë
këto italianet, por edhe amerikanet, apo edhe të vendeve të tjera që krijonin lobet e tyre që për të marrë sa më shumë pushtet. Mirë po, me kalimin e kohës u bë një pastrim i madh. Dhe çfarë u vendos? U vendos liri e plot. U vendos në radhë të parë një ligj për të gjithë dhe një kontroll i gjithanshëm të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Dhe nga momenti që krijuan një qeveri, nga ai moment filloi që të rilindte Amerika. Por çfarë bën ata me kalimin e kohës? Me kalimin e kohës ata zgjodhen elementet më të rëndësishëm për t'i dhënë shkak njerëzve që të besonin në qeveri, por edhe të ishin edhe prodhues jo vetëm në prodhimtari, po flasim shoqërore, por edhe ekonomike. Dhe kjo bëri që të ishte, me kalimin e kohës, një nga shtetet më të forta ekonomikisht. Pastaj, me dal nga dal, duke ecur përpara, bën atë hapin tjetër. Pra u lidhen për të formuar një shtet akoma më të fortë me bazat ekonomike që i bën në forcat e armatosura. Dhe forcat e armatosura ishin themelore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse pastaj shumë shpejt u bën kaq të fortë saqë dominonin jo vetëm Amerikën, por shkuan që të ndihmonin edhe anglezët me kalimin e kohës. Dhe kjo ishte lëvizja, një nga lëvizjet më të mëdha. Dhe siç thoshte edhe atëre Jefferson, pra një nga presidentët, mos gaboj, ishte presidenti i tretë i Amerikës, ai thoshte që Amerika është vendi i lirisë. Dhe kjo fjalë, pra një fjalë vetme, vendi i lirisë dhe i forcës. Me këto fjalë ai ngriti popullin në këmbë. Në fakt edhe statuja e lirisë ishte pikërisht kjo. Pra statuja e lirisë ndihmoi amerikanët në mendje dhe në zemër që të ishin të bindur për atë që bënin, pra për çështjen e tyre. Në fakt, duke filluar që atëre, ata besuan jo vetëm në vetvete, por edhe në njëri tjetrin. Është kjo e arsyeja që ende sot amerikanët, pra populli amerikan është shumë nacionalist. Është vendi më nacionalist në botë, sepse është një vend i ri dhe e nxitën popullin që të ishte nacionalist. Mirë po, nacionalizmi krijoi edhe forca të tjera, jo vetëm ushtarake dhe ekonomike, por edhe forca politike, geopolitike. Pse? Sepse duke ndihmuar në njëri tjetrin, ata kapën edhe politikat e vendeve të tjera. Dhe ishte pra Chelsea që filluan të dominonin dhe politikat e tjera evropiane. Dhe dal nga dal edhe ato botërore. Dhe kështu me kalimin e kohës u bën jo vetëm të fortë fizikisht, por edhe ekonomikisht, ndërkohë edhe geopolitikisht. Kjo bëri që Amerika, pra pas, siç thoshte edhe presidenti Wilson, ne jemi populli i lirisë dhe jemi populli që i jep siguri çdo vendi. Pse thuhet që jep siguri çdo vendi? Sepse duke siguruar vetveten, ata u dhanë siguri edhe vendeve fqinj, pra aty ku gjendeshin, qoftë në Amerikën Latine, por edhe Kanadas, por njëkohësisht edhe vendeve të tjera. Dhe duke filluar nga viti 800 ca, pra fundi i viteve 1900, ata mblodhen mendjet më të ndritura për të krijuar, për shembull, NASA-n apo shkencëtar të ndryshëm që të ndërtonin jo vetëm armë, por edhe të ndërtonin vendin. Në fakt, edhe zhvillimi teknologjik filloi pikërisht në Amerikë. Sot të gjitha rrjetet sociale, për shembull, janë themeluar pikërisht në Amerikë, duke filluar që nga interneti, nga telefoni, nga çdo gjë. Pra çdo gjë ata u munduan që ta thithnin për të bërë vendin sa më të pasur. Por kjo pasuri u dha edhe pushtet në botë. Dhe ishte ky shkaku që filluan pastaj dal nga dal të sundonin çdo shtet të botës, dhe me kalimin e kohës u bën sundimtarët e botës dhe kërkuan që të ishin leal, pra të ishin të njëjtë për të gjithë. Në fakt, pas viteve
1920, pra pas luftës së parë botërore, ata vendosin jo vetëm për vendin e tyre, por edhe për vendet e tjera. Në fakt, sot ne në çdo vend, pra duke filluar nga viti 1950, që kur filloi pra zhvillimi teknologjik, ai i mirëfill që ne njohim sot, bëri që Amerika të radhitej në vendet e para. Dhe sot Amerika gjendet në çdo vend të botës, sepse vendos, jo vetëm në qeveri, jo vetëm në armatime, jo vetëm në forcë, jo vetëm politik, por në çdo vend. Dhe në fakt Donald Trump ka të drejtë kur thotë që Amerika është gjithandej dhe gjithkusht, është sundimtari i botës. Ju, çfarë mendimi keni për këtë argument? Këto janë ato që ka mendoj unë, pastaj edhe çfarë thot bota. Tani pres komentet tuaja dhe kalofshi një mbrëmje të këndshme.